Pikërisht, dhe doja të kujtoja gjë shumë të rëndësishme që ka të bëjë pikërisht edhe me vaksinat. Çdo ditë po ngjëm lajme që mosha që duhet ishin pulmin e aktivitetit tyre biologjik po ndrojnë jetë. Dikush në det, dikush në tokë, dikush në mal, dikush në shtëpi, dikush në makinë, dikush në zyrë. Dhe si s'pyet këto lajme që vijnë nga Amerika, nga Kongresi Amerikan, për Fauci, për vaksinat, për pandeminë. Si mund të interpretojnë rastin shqiptar? Këta kriminale tanë që detyruan shumë njerëz të vaksinohen në Shqipëri, me mashtrim dhe me dhunë, duke i detyruar të vaksinohen se do i përshoshin nga puna, në supermarkete, në punë shtetërore, në shkolla, etj. Kush marr përgjegjësi? Sa gra shtatzënë kanë dështuar të jenë shtatzënë? Sa duash? Dhe që gjithë ta mostrat për kacët Shqipërisë do të ishin duke heshtur. Jo, janë bërë gjithë sulm bashkë, janë bashkuar, janë ftuar një luftë, si qenë, po sulmet vinë Priftin që ka diskretuar gjithë skemë. Dhe këto ditë, që unë po merrem me këtë, për ka qenë për edhe gusht, se kam pas shumë gent, kemi edhe angazhime të tjera. Këta qenë, Eren Dasho, ai i urgjencës Tiranës, vjen tash i Brataj, doktori Gjokseve që Kokuqa, ajo e Ramës, psikiatria e Ramës, që ishte kryetare e komitetit shkencor, ky tjetri Tritan Kalo, ky tjetri kryetari i shoqatës punëtorëve social, një Leli, siç është një aty. Për kush ishte tjetër, ishte edhe i personazh tjetër, janë bërë gjithë si qenë bashkë, edhe po sulmojnë Edvin Priftin, i cili sapo ka njoftuar që ilaçi që ai ka zbuluar për detoksimin e pasojave të spajkut në gjak nga vaksina, tashmë falas e ka bërë ai, pra ka kërkuar të mos ketë përfitim financiar nga patenta, po prodhohet dhe brenda muajit gusht përfundon procesi që do jetë në dispozicion të njerëzve kudo në botë që të marrin këtë ilaç për të menaxhuar pasojat e vaksinave në trup. Dhe tani ka filluar një punë e madhe në botë për të prodhuar trajtimin e të vaksinuarve. Tashmë të vaksinuarit quhen të sëmurë. Dhe ka nevojë për trajtim. Pra pacient nuk është i pavaksinuar. Pacienti është i vaksinuar. Se i vaksinuari ka pasoja trupin e vet. Dhe gjitha e bërë si qenë bashkë, e dim që po vjen fundi atyre. Pse? Dikush do marrë përgjegjësi për atë që ka bërë. Dhe ta të gjithë që janë bashkuar, këta që i thoni vaksinoni fëmijët të tjerë, vaksinoni këta, vaksinoni ata, janë bërë gjithë bashkë dhe po sulmojnë Edvin Prifti. Edvin Prifti është një hero shqiptar, një hero modern, më kujton historitë e shkencëtarëve që vrahuen Veroxha. Ky është një hero më i quotuar në nivel ndërkombëtar, si shkencëtari më i quotuar në botë në vitin 2025. Ky lajm doli në janar nga statistika ndërkombëtare. Ky person që gjeti dhe ilaçin e vaksinës që në maj 2020 e gjeti si tezë, si argument bazë. Pra jo imuniteti i fortë, por duhet të pësoj imuniteti që të shpëtosh, që ta mashtrosh virusin. Dhe kjo doli vërtet mas 4 vjetësh. Këtë përsekutuan e futën burg Altin Dumani, e ngriti karrierën duke dëshkuar Edvin Priftin. Ai u bë i njohur për ambasadën amerikane nga mënyra si masakroi Edvin Priftin, e futin burg. Sepse ai s'ishte askush para Edvin Priftit. Në momentin që e bëri këtë me Edvin Priftin, fitoi besim dhe bën kryetar të SPAK-ut. Juri Kim. U duheshe shërbëtor besnik i agjendave globaliste. Dhe ambasadë amerikane, kur vite puna për pandeminë, kishte Fauci si referencë. Dhe Edvin Prifti e pagoi me shkatrim të jetës tij profesionale, psikologjike, në rrezik të jetës plot familjes tij. Dhe shpikën thashë theme dhe rrena të mëdha që po ti pyesësh njerëzit dhe i gjetën lek në zyrë. Nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë, ishte mashtrim. Dhe nuk ka asnjë akuzë për këtë gjë. Po çfarë kishin lekën në zyrë me mohabet në virusit atë? Po se s'kishte lidhje me këtë, po të shpjegoj. Shpikën doktorin e korruptuar për ta hequr qafe, dhe unë i kam thënë që ti je me fat që ke shpëtuar gjallë. Se duhet të kishin vrarë, siç e kanë bërë tjerë. Më mirë që të ndodhi me kaq, se kishte edhe më keq, si shokët e tu. Nga 24 veta që ishte Edvin Prifti dhe 23 tjerë në një listë, 12 u vranë. Ka rujt zoti. 12 të tjerët përfunduan me hallet e Edvinit. Burgje, heqje licencash etj.
dhe janë bashku gjithë qendrët e vaksinimit bashkë. Edhe po na tregojnë teoritë e konspiracionit, ne themi teoritë e konspiracionit. Dhe vin prifti po sulmohet pikërisht sepse këta e dinë që kjo e vërtet që po del për herë më shumë në botë, do t'i përfundojnë në ata të gjithë bankën e drejtësisë për krime kundër njerëzimit. Se të gjithë ata që po humbasin jetën, e gjithë ato gra që kanë humbur fëmijët, e gjithë ato fëmijë që kanë humbur jetën në lindje të shpejta, pasi një nga gjërat që prodhonte kjo gjë ishte edhe kjo gjë. Dhe gjithë këto situata do vi një moment pas 3-4 vjetësh, 2 vjetësh. Varet nga procesi po ecën në Amerikë, shpejtësia e dekonspirimit të gjithë skemave, kupton? Tash ka filluar. Tash po del kërkesa për të arrestuar Fauci. Natyrisht ecën ngadalë të gjëra për shkak se kur ka të bësh me Big Pharma duhet shumë faqe, letër, printime, shkencë brenda, ku gjithë shkencët e kontrollojnë ata. Më kupton logjikën? Edhe në Shqipëri, këta njerëz janë bërë si qenë që sulmojnë të vinë priftin, sepse e dinë që po vjen dita dhe duan të mbrohen nëpërmjet këtij sulmi, që këto janë teori konspirative, harrojnë që e vërteta nuk mbulohet dot më me shosh. Dhe pasojat që kanë lënë vaksinat në kuptimin shkencor, i kthen të gjithë të vaksinuarit në nevojë trajtimi detoksimi. Pra, të trajtimit për të reduktuar pasojat e vaksinimit. Pra, një farmacë e pacient. Ne që nuk u vaksinua, ne që su vaksinua, nuk konsiderohemi pacient. Edhe ne mos vdesim, po jo si pacient të kësaj gjëje.